duke kosovare që kam udhëheq, kam vazhdu punën time profesionale si trajner nga gushti në FC Kosova Zhënev. Kemi mbaru edicionin. Besoj që jemi të kënaqur të gjithë. Kemi dalë kampion vjeshtor me një konkurrencë të madhe nga ekipet zvicerane. Dhe tash jemi në pushim të merituar. Po presim edhe një ndeshje revjale ta zhvillojmë në Kosovë për ndër ditës së flamurit në Gjakov, konkretisht kundër Vllaznimit, dhe mendoj që ka ecur mirë, s'paku unë mendoj kështu. Jeni në vendin e parë me 11 fitore, një barazim dhe vetëm një disfat. Kur është çelësi i këtij suksesi në ligën kantonale në Zvicër, jeni në vendin e parë? Po, mendoj se ka qenë një bashkërendim, marrëveshja me krerët e klubit, me presidentin e klubit Selajdin Saliu, nën kryetarin, po ashtu zavendës presidentin Çamil Sediun, me cilët kam kontaktu qysh në fillim të vitit 2015. Kemi qenë kontakt vazhdueshëm për një mundësi me kalu në klubin Kosova nga Zheneva. Ajo u realizu, kem fillu punën, jemi mobilizu, kem marrë disa lojtarë nga Kosova dhe po ashtu kem organizu lojtarë cilët kanë vijuar disa shkollat njohura të Zvicrës, sidomos nga klubi ndër më i njohur në Zvicër, klubi Servet nga Zheneva, që kanë kalu kategoritë e reja dhe janë bashkangjitur me neve dhe ka qenë një koordinim mes lojtarëve tonë nga Kosova dhe atyre nga Zvicra, ka rezultu me një start foreshëm dhe kem majt ritmin e rezultate pozitive përveç një humbje që e kem pas shkaktuar nga ekipi që na përcjell në pozitën e dytë. Si luhet në këto kategori të futbollit zviceran? Nëse mund të bësh një dallim me Raiffeisen Superligën, së pari në kualitet, pastaj edhe në infrastrukturë? Shumë flitet për infrastrukturën në Kosovë edhe në Zvicër, edhe në vendet në perëndim, mendoj që është e pakrahasueshme, kushte optimale për punë, me shumë terrene sportive. Çdo lagje ka nga 3-4 terrene të futbollit sportive, ku mund të stërvisin edhe kategoritë e reja, edhe qytetarët, por edhe klube sportive të organizuara. Kualiteti është, mund të them, lirisht i parafort me Raiffeisen Superligën e Kosovës në futboll, edhe pse ndoshta trangum disa liga më poshtë, por mendoj se niveli i lojës, ritmi i lojës që luhet në këto gara, në këto liga është pothuajse i njëjtë me ekipet kosovare që sot ngarojnë në ligën më të lartë apo në Raiffeisen Superligës futbollit. Si është të jesh skuadra vetëm shqiptare në një ligë? Kosova e Zhenevës është ekipi vetëm shqiptar, madje edhe fanellat e keni kuqezi. Po, ekipi është themeluar në vitin 1998, pra një traditë 17 vjeçare, ka pas organizime edhe më të mira ndoshta më herët, por si vjet mendoj se e kemi mri një organizim çfarë kërkojnë edhe bashkëpunëtorët tanë, të cilët çdo ditë më shumë, çdo lojë më tepër vinë na shikojnë. Vinë edhe nga Franca, sepse Zheneva është një prej qyteteve ku kufizohet edhe me Francën dhe kemi një numër të madh shikuesish. Mendoj se gjitha ekipet zvicrane kanë qenë shumë korrekt me neve, na kanë trajtuar ashtu sikur ekipet tjera dhe po ashtu edhe stërvitjet i mbajmë në kompleksin sportiv, ku edhe dy ekipe që garojnë grup me neve janë po të njëjtin kompleks sportiv, por që janë diku rreth 5 terrene sportive që është një sinkron i organizatorit se si do të stërvitin gjatë javës. Nga Kosova i keni marrë edhe disa futbollistë. Si janë adaptuar ata në futbollin atjeshëm? Janë adaptuar jashtëzakonisht mirë. Është fjala për disa futbollistë shumë kualitativ që kanë lënë gjurmë në futbollin e Kosovës. Është fjala për Blendi Gashin, një ndër lojtarët më të mirë ndoshta në Superligën e Kosovës 2 vitet e fundit, që ka qenë i kërkuar nga shumë klube dhe që ka pas një edicion të jashtëzakonshëm. Po ashtu edhe ish futbollisti i Gjilani Xhevdet Mu, i cili na ka ndihmuar mjaft me përvojën e tij. Dhe Regi Kastrati nga klubi futbollistik Drita dhe Kastret Rexhepi, këta janë 4 futbollistë nga Kosova. Por vlen theksohet se atje kam hasë në disa talent cilët vërtet do t'ja kishte lakmi çdo ekip e Kosovës. Rinor Halimi, Albetret Ramiqi, 2 sulmues shumë të rrezikshëm, cilët kanë bërë mbi 30 gola gjatë këtij edicioni. Në anën tjetër, a keni kohë të shikoni Raiffeisen Superligën, ku keni punuar për një kohë? Po,
mundohem që ti përcjell disa ndeshje. E mira e krejt kësaj është që sot kemi mundësi të shohim edhe ndeshje në digital, që është një mundësi e mirë për ata që nuk kanë kohë të shkojnë në stadion. Mendoj që duhet rritet ende kualiteti, duhet organizohet futbolli kosovar, sidomos në infrastrukturë, sepse patë është një prej elemente thelbësore që futbolli të ecën përpara dhe të kapim ritmin e zhvillimeve që ndodhin në futbollin edhe në Ballkan edhe në Evropë në përgjithësi. A shën ndonjë ngritje të nivelit të futbollit kosovar? Thuhet pas çdo edicioni që këtë vit është më mirë, këtë vit është më interesant, këtë vit është niveli më i lartë. Si duket? Po, çfarë të them? Ka disa ekipe që janë ngritur në organizim të klubeve, ndërsa sa i përket nivelit lojës, mendoj që duhet vlen shumë, për mund të themi që duhet ende punë, për arsye se futbolli sot luhet shumë shpejt, luhet me një ritëm shumë të lartë, çka nuk e shoh në shumicën e ekipeve të futbollit në Kosovë. Në Zvicër, në shumicën e klubeve që unë kam parë, luhet vërtet një futboll shumë i shpejt, me ritëm shumë të lartë, çka nuk kupton ndoshta edhe kushtet e bojnë vetën cilat i kanë, sepse dim që kualiteti jetës, standardi në përgjithësi në Zvicër dhe shumë vende tjera është shumë më i zhvilluar se sa në Kosovë. Por ajo çka është më rëndësi është vullneti dhe dëshira, motivi që futbollistët tanë kanë, dhe unë shpresoj që në vitet në VM do të ngritet kualiteti edhe më tepër, edhe pse ne nuk guxojmë të kënaqemi me këtë çka kemi tani për tani. Nëse shohim tabelën, Feronikeli kampioni aktual është në vendin e parë. Skuadrat të cilën jo pasit ngritur në Super League nga liga e parë. Besoni që kanë ndonjë konkurrent serioz për titullin këtë vit? Unë mendoj se Feronikeli mbetet prap pretendenti kryesor për titull, duke llogaritur që Prishtina, një ndër ekipet më me renome në futbollin e Kosovës, nuk është në gjendje të mirë në tabelare si vjet. Ekipet që e përcjellin Feronikelin, mendoj që do ta kenë vështirë ta prekin vendin e parë, duke llogaritur që Feronikeli është në shumë aspekte klubi i organizuar dhe ka një strukturë jashtëzakonisht mirë, një grup lojtarëve që vërtet si vjet edhe vitin e kaluar po e tregojnë, po e dëshmojnë veten, dhe po ashtu kanë dy trajnerë të cilët punojnë jashtëzakonisht mirë, Gani Sediu dhe Ramez Dervishi, cili shfrytëzoj rastin të përshëndes sepse kolegë me cilët kam bashkëpunuar edhe më herët, dhe po ashtu klubi Feronikeli ka një infrastrukturë cilën e ka për lakmi, sidomos nga edicioni i ri që kanë rregulluar edhe fushën edhe tribinat dhe gjithçka. Një koment i fundit për dy ish klubet tuaja, dy klubet nga qyteti juaj Gjilanit, Drita dhe Gjilani. Gjilani është më lart në tabelë, Drita fitoi derbin e fundit, Gjilani fitoi derbin e parë. Si shihni këto dy skuadra? Po mendoj se si vjet janë organizuar më mirë, kem pa disa lojë të mira edhe Dritës edhe Gjilanit. Gjilani pat një start jashtëzakonshëm, por pat një ramje disa lojët e fundit. Ndoshta pak euforia, disa rezultate në fillim. Derisa e shohim një Dritë shumë fuqishme, lojët e fundit kanë bërë vërtet lojë të mira, sidomos në derbi kundër Gjilanit ka qenë një Dritë që ndoshta me një kohë gjatë nuk e kemi parë, por janë rrugë të mirë që të kenë plasman sa më të lartë në tabelën e klasifikimit, dhe Gjilani është qytet me traditë i futbollit, dhe po shohim që në të gjitha ndeshjet derbi ka shikueshuri të madhe dhe jetojnë me futbollin. Kjo është e mira e qytetit Gjilanit. Ndeshja që mbledh më së shumti shikues ndër vitin në futbollin. Absolutisht, ajo ndeshje jo vetëm në Kosovë, por zgjon kërshërinë edhe tifozëve jashtë Kosovës. Kam parë një interesim të jashtëzakonshëm edhe në Zvicër, ku njerëzit kanë përcjellë për ta shikuar ndeshjen përmes televizionit. Dhe jo vetëm qytetarët të Gjilanit. Jo, absolutisht. Gjithë Kosovës edhe gjithë diaspora janë të interesuar për ndeshje, sepse e din që vërtet zhvillohet një spektakël i papam në futbollin e Kosovës. Trajner, faleminderit shumë që ishit në studion e Tribuna Arsenal. Faleminderit, ishte kënaqësi nga ju.